Kur të rritet numri, atëherë zbuten shpirtrat. Zbuten gjakrat. Po, zbuten shpirtrat, po thom ashtu, edhe kjo do të involvohet, do të jetë, po tash halo nuk e dim njerë, a o ka vjen me listë vetë, ka i bashkangjitet, a o ka vjen një si LDK në parti. Atë që e po mbrëm, kur LDK e propozon si president, kandidat të LDK-s, i bie ashtu. Që të rikthehet. E tash... Ka disa, ka dërgjështari. Propozimi ka qenë dy anshëm. Po, me loj. Ne propozojmë, nuk o përmend Vjosa. Nuk përmendet Vjosa, por më pas thonë që kemi për Vjosa. E tash, po kur o dalë me 15 nënshkrime, dhe ato 15 nënshkrime nuk janë dhonë për Vjosën. Pa dhe kanë dhonë për kandidatin cilën do të propozoj LDK-a për president. Por po dësoj që janë të votuar një. Ka qenë kjo loj. Edhe në menda LDK-s pa sigurisht. Sigurisht pas ku në thonë një, me shkru aty për Vjosa Osmanin. Pa ata ka thonë qore, na kryesia do të propozon një kandidat të LDK-s, pa emen. Në atë element, ku ka zotri Kurti. Po, edhe vërteta i kishtë drejt, po ajo çështja